Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit. Do ndalojmë edhe sot tek Adioni edhe Ola. Unë do t'ju sjell një video që t'ua tregoj se si ka ndodhur takimi i bukur, se si ka ndodhur momenti i bukur, se si janë takuar të dy prindërit, në këtë rast babaja Adionit dhe babai i Olës, çfarë kanë bërë ato të dy dhe se si e kanë kaluar momentin. Dasma e tyre, që realisht nuk është dasëm, është një moment takimi, është bërë në mënyrën tradicionale. Do me thënë, familja e Olës ka treguar një vendosshmëri të madhe për rrugtimin e vajzës së tyre, për lidhjen që kanë bërë, por edhe familja e Adionit ka treguar një vendosshmëri të madhe. Tani, që nga momenti i parë që Ola hyri në familjen e Adionit, në Gjakov, do me thënë kur ishte në dasëm të kunatit të saj, tashmë kunatit, se atëherë nuk e kishte, prindërit e Adionit, sidomos nëna Adionit në këtë rast, më ka befasuar se e priti Olën shumë bukur. E keni dasmën edhe në YouTube dhe do ta shikoni. Do me thënë e priti me shumë dashuri. Dhe kunata, nusja e re, e priti Olën me përqafim, për shembull e ka përqafuar 3-4 herë brenda dasmës sepse e kanë parë me vëmendje dhe aty e binda veten që familja janë dakord për Olën, e duan Olën, sepse Ola u tregua në fillim shumë vajzë e ëmbël, shumë vajzë dashur, shumë pozitive, edhe pse u ndikua nga një situatë. Por, siç duket, Adionit nuk i kanë interesuar gjërat që kanë ndodhur në ferm. Adioni ka parë anën më të mirë të Olës, ka parë anën më pozitive të Olës, ka parë anën më me energji të mirë dhe është munduar që, do me thënë, ta vazhdon këtë ndjesi që e ndërtuan brenda në ferm. Unë jam i lumtur, realisht jam shumë i lumtur që ky çifti përfundoi në një fejes. Uroj që të trajtohet edhe në spektakël, sepse është një gjë që duhet vlerësuar. Më pëlqen veprimi i prindërve, sepse këto janë shumë të rinj, por kur prindërit veprojnë, kur prindërit menjëherë, do me thënë, ndikohen nga situatat, e bën situatën edhe më të bukur. Adioni dhe Ola duke që janë shumë të lumtur, duke që po jetojnë me shumë dashuri këtë moment. Ato kanë ndarë vetëm fotografi nga çastet e bukura që i kanë shijuar në këtë manifestim. Ola duke që, do me thënë, ka bërë këtë nusën tradicionale, sepse një herë është e veshur me fustan të bardhë, pastaj është e veshur me fustan të zi, do me thënë janë kënaqur të dy, dhe siç duket të tashmë çifti është pak më i lirë për ta shijuar këtë ndjesi dhe këtë emocion. Do me thënë, Ola dhe Adioni kanë vazhduar jetën e tyre të lumtur dhe të gëzuar. Këto ishin edhe momentet e bukura të ditës pardjeshme ku çifti vendosi që t'i jep fund marrëdhënies së tyre në një celebrim.